Mënyra jo efektive e menaxhimit të ardhurave dhe shpenzimeve nga institucionet ka mbajtur peshën kryesore të ndikimit negativ në financat e subjekteve që janë bërë pjesë auditimit të kontrollit të lartë të shtetit në periudhën janar-prill 2025. Në 4 muajt e parë të vitit, sipas kontrollit të lartë të shtetit, janë dhënë 14 rekomandime, mbi gjetje me efekt negativ mbi 10 milion euro. Shkaqet e këtij dëmi sipas kontrollit të lartë të shtetit janë nga shpërdorimi i fondeve publike e deri tek mungesa e kontrolleve tatimore, të cilat janë evidentuar në raport si shkaqe. Nga këto, dëmi ekonomik është vlerësuar 4.9 milion lek, menaxhimi jo efektiv i fondeve në vlerën 994.3 milion lek dhe 46.7 milion lek në mangësi të aktivitetit kontrollues tatimor doganor. Raporti vlerëson se sa i takon vlerës së efekteve financiare me pasojë dëm ekonomik në buxhetin e shtetit. Është konstatuar 30% në fushën e të ardhurave dhe 70% në fushën e shpenzimeve. Sa i takon ndikimit negativ të shkeljes së disiplinës financiare, peshën më të madhe e mban ajo tek të ardhurat me institucione specifike, si agjenci kombëtare e zonave të mbrojtura dhe korporata investimeve shqiptare. Ndërkohë, sipas raportit të auditimit për periudhën janar-prill 2025, KLSH ka konstatuar mangësi në aktivitetin kontrollues tatimor me ndikim negativ në performancën e administrimit të ardhurave tatimore dhe doganore, si detyrime dhe penalitete të vlerësuara në vlerën 46.7 milion lek, konstatuar në degën doganore Rinas. Kjo ka ardhur si pasojë mosarkëtimit të detyrimeve doganore, pagesave detyrimesh doganore në import për të cilat nuk është vepruar në përputhje me kuadrin ligjor. Në periudhën janar-prill 2025, auditimet e kryera nga KLSH kanë përfshirë vlerësimin e aktivitetit në 55 subjekte. Lidhur me gjetjet ky i fundit ka adresuar tek subjektet e audituara 5 rekomandime për masa administrative dhe disiplinore, nga të cilat 5 masa disiplinore.